Arsyeja e kësaj konferencë ndërlidhet me faktin se Prokuroria Speciale kohëve të fundit ka trajtuar disa raste të natyrës senzitive dhe shumë të rëndësishme për faktin se shumica nga to ndërlidhen me bashkëpunim juridik ndërkombëtar e që kanë impakt edhe në imazhin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Përveç tjerash, e kemi ndjerë obligim që përmes jush të paraqiten tek opinioni publik, gjithnjë duke u bazuar në interesimin e madh medial të publik. Në kuadër të kësaj, ndihem mirë që njoftoj se me 30 qershor të këtij viti, pjesëtarët e Policisë së Kosovës, në udhëheqjen e Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, kanë kryer disa bastisje në kuadër të një operacioni kundër krimit të organizuar. Ky operacion është realizuar në kuadër të një hetimi mbi pastrimin transnacional të të ardhrave, të nxjerra nga trafikimi i drogës nga autoritetet italiane dhe franceze, të koordinuar nga Europoli dhe Eurojusti, e në bashkëpunim plot me Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës, e cilën operacione kanë ndihmuar edhe projekti HAPE. Kuadër të këtij rasti, janë arrestuar 2 persona në shtator të vitit 2025, në ndyshimin për kryerjen e veprave penale, pjesëmarrja apo organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe shpërndarja e parave. Operacioni në fjalë është rezultati i bashkëpunimit të ngushtë ndër institucional dhe ndërkombëtar, i ndërtuar mbi besimin, shkëmbimin e informacionit dhe angazhimin e përbashkët për të luftuar krimin e organizuar dhe të gjitha format e tij. Ky veprim i koordinuar dëshmon se bashkëpunimi ndërkombëtar mbetet një nga mekanizmat më efektiv për identifikimin, hetimin dhe ndërprerjen e rrjeteve kriminale që dëmtojnë sundimin e ligjit dhe sigurinë publike. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, ne kemi zhvilluar edhe një takim të rëndësishëm, pikërisht në 30 qershor, me përfaqësuesit e autoritetet të Spanjës, Francës, Italisë, Gjermanisë, Shqipërisë, Britanisë së Madhe dhe Europolit. Ata janë ndarë të kënaqur me punën e prokurorisë dhe për më tepër jemi pajtuar që të vazhdojmë punën e përbashkët në luftën ndaj krimit të organizuar. Të nderuar pranishëm, ju njoftoj se luftimi i krimit të organizuar, forcimi i sundimit ligjit dhe ndërtimi i një mjedisit qëndrueshëm dhe të sigurt është një përparësi e vazhdueshme e Prokurisë Speciale. Operacioni i realizuar me 30 qershor të këtij viti dërgon një mesazh të qartë se Prokuroria Speciale do të veprojë me vendosmëri në një mënyrë të koordinuar dhe të qëndrueshme me autoritetet e tjera të zbatimit të ligjit. Çdo goditje ndaj grupeve kriminale është një investim në sigurinë e qytetarëve, në zhvillimin ekonomik dhe të lirshëm, si dhe në rritjen e besimit ndaj institucioneve të drejtësisë. Pra, ky është operacioni i fundit në një sër operacionesh të kryer nga Prokuroria Speciale dhe Policia e Kosovës në koordinim me agjencitë ndërkombëtare gjatë javëve të fundit. Kuadër të luftimit të kriminalitetit, disa javë më parë, operacioni White Star rezultoi me arrestimin e 5 persona, me dyshim për kryerjen e veprave penale duke përfshirë pjesëmarrjen ose organizimin e një grupi të krimit të organizuar, i cili merrej me shpërndarjen e narkotikëve dhe pastrimin e parave. Kuadër të hetimeve rreth këtij rasti, një tjetër operacion është zhvilluar në prill, i cili rezultoi me arrestimin e 4 persona dhe sekuestrimin e substancës narkotike të llojit heroin në sasi prej 17 kg e 900 gram. Gjithashtu një operacion i koduar Mega, i realizuar në qershor të këtij viti, u arrestuan 3 persona me dyshimin për vepër penale financimit terrorizmit, furnizimin me armë dhe shpërndarja e narkotikëve. Po ashtu, një operacion tjetër i rëndësishëm, i zhvilluar me një korrekt këtij viti, janë arrestuar 9 persona të cilët dyshohen për vepra penale, shpërndarje parave, kontrabandim i mallër në bashkëkryer, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, dokumentet e rrejshme lidhur me tatimin dhe shmangja nga tatimi. Përveç tjerash, Prokuroria Speciale ishte
pjesë e operacionit ndërkombëtar Switch Off i zhvilluar në janar të këtij viti, duke treguar kështu për kushtim në luftën kundër krimit financiar. Operacioni njëkohësisht u zhvilluar edhe në Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë, Itali dhe Rumani, i cili mundsoi eliminimin e një infrastrukture informatike e cila shërbente në mënyrë të paligjshme për miliona përdorues në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, përmes një sistemi të sofistikuar informativ IPTV. Në timin e këtij rasti kanë bashkëpunuar dhe Kanadaja, India, Koreja e Jugut dhe Emiratet e Bashkuara. Këto raste do të hetohen plotësisht nga prokurorët e prokurisë speciale dhe hetuesit nga Policia e Kosovës, në bashkëpunim të ngushtë edhe me agjencitë ndërkombëtare legjizlatuese për të zhvilluar raste të forta para dorëzimit të tyre në gjykatë. Puna në këto raste sapo ka filluar dhe natyrisht se do të kërkoj kohë, por ne gjithnjë do jemi në harmoni me afatet ligjore. Megjithatë, derisa ne punojmë këto raste tjera po vinë drejt përfundimit, dhe këto janë po aq të rëndësishme sa operacionet e krimit të organizuar që sapo i përmenda. Në raport me këtë, Prokuroria Speciale ka qenë e suksesshme në këtë rast fundit, në 4 raste të fundit të spionazhit. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special, tashmë i ka shpallur fajtor 4 persona për vepra të spionazhit, ndërsa disa raste tjera i kemi në proces. Gjykata, siç jeni ndjeni, shpolli aktgjykimin fajsues dhe për rastin Bajnska. Sa për këtë rasteve të krimit të luftës, disa raste kanë përfunduar këtë vit me aktgjykim fajsues nga shkalla e parë. Gjithashtu ne mirëpritem edhe aktgjykimin fajsues në rastin e njohur si 400 kg shi kokainës, të shpallur në mars të këtij viti. Ndërsa tani do filloj shqyrtimi gjyqësor edhe për rastin e njohur i Berlepeci. Vlen përmendet se në këtë vit janë realizuar 2 operacione tjera të rëndësishme në lidhje me krimet e luftës. Në këtë drejtim, në rastin që lidhet me masakrën e Reçakut, janë arrestuar 5 persona, ndërsa në një operacion tjetër të kryer në Surigan janë arrestuar gjithashtu 5 persona si të dyshuar për krimin e luftës. Pastaj hetimet në rastin që lidhen me lagjën dhe familjen e Jasharit shpejti do të finalizohen. Vlen të përmendet se gjatë kësaj periudhe ne dorëzuam në gjykatë edhe akt akuzat në rastin e barikadave. Akt akuzat tjera do të finalizohen deri në fund të këtij viti. Ndërkohë, shumë persona të dyshuar për krime të rënda janë nën masën e paraburgimit, derisa ne jemi duke punuar intensivisht me hetuesit policor për t'i trajtuar këto raste. Në mënyrë ndërto është rasti Qilli i Tyr, ku aktualisht 37 të dyshuar në paraburgim, ndërsa në rastet e korrupsionit dhe të keqpërdorimit të detyrave zyrtare 14 pandehur janë ende në paraburgim. Siç e thash edhe më parë, arrestimet si ato të javës së kaluar nuk janë fundi i hetimit, por fillimi i një pune të madhe përpaskenës. Për të arritur sukses, unë mbështetem në profesionalizmin e prokurorëve të PSRK-s dhe bashkëpunëtorëve të tyre, të cilët i konsideroj me standard lartë. Prokuroria Speciale është përkushtuar për të luftuar korrupsionin, krimin e organizuar, terrorizmin dhe për të hetuar krimet e luftës. Ne vazhdojmë të koordinohemi me agjencitë ndërkombëtare që synojnë grupet kriminale si brenda ashtu dhe jashtë Kosovës. Tani dhe në të ardhmen, ne jemi këtu për të mbrojtur qytetarët e Kosovës nga krimet e rënda dhe korrupsioni. Qytetarët e Kosovës gjithashtu mund të bashkëpunojnë me Prokurorinë Speciale dhe të ndihmojnë në parandalimin e korrupsionit, duke ofruar informacionet e nevojshme për të filluar hetimet dhe në këtë mënyrë kështu do të sigurohen provat e nevojshme për proceset gjyqësore. Leni t'ju them se këto janë pyetje që mund t'ia drejtoni Këshillit Prokuroria të Kosovës, megjithatë unë nuk i komentoj deklaratat politike të askujt, nuk bi prej askujt,